pra një seri protestash, paka shumë çdo 2 javë ose çdo 10 ditë, pra që po vazhdojnë proces, por në optikën time dhe në atë çka di unë, protestat do të jenë më të shpeshta, më të qëndrueshme dhe me skenarë të ndryshëm. Cilët janë skenarët? Skenarët normalisht janë ato që i përkasin një, mund të themi, revolucioni paqësor, pra njerëzit do dalin të shprehin kundërshtinë e tyre me të gjitha politikat e qeverisjes, por nuk kemi patur përjashtime dhe të rastësh kur mlefi i grumbulluar apo i akumuluar në qytetar është shprehur edhe me përplasje dhe konfrontime me policinë. Natyrisht që kjo i shërben vetëm Edi Ramës. Kemi patur aty në midisjen e turmave policë civil të cilët provokojnë turmat. Pra bëjnë si dehur, shkojnë deri afër policisë për të inskenuar ngjarje. Normalisht të gjithë ata që kanë ardhur aty kanë ardhur për të kundërshtuar. I ka denoncuar Partia Demokratike këta individ? Natyrisht ne nuk kemi nga t'i njohim, sepse ata vijnë të kamufluar, të maskuar. Dikush vjen me kapuç, dikush vjen pra me një veshje, Pse mendoni që janë policë? Po sepse civilet po bëjnë... Nuk mendoni që mund t'jenë edhe militant Partisë Demokratike? Shiko, ata mund t'jenë militant Partisë Demokratike, mund t'jenë edhe qytetarë thjesht që kanë ardhur, por kjo nuk është e vërtetë, sepse në të gjitha rastet, në momentin kur këta janë zbuluar, kanë shkuar dhe kanë gjetë shtrenjtë nëpërmjet e policisë, nëpër kordonat, brenda kordonave të policisë, pra instruuar nga policia, njihen. E kupton? Pra, unë dua të them me bindje të plot, por do kemi edhe prova dhe fakte në ditën vazhdim që policia vetë në shumë raste ka inskenuar përplasjen me qytetarët. Normalisht që revolta është e pranishme dhe aty dhe do të ketë dhe përplasje të cilat janë ato që i kemi parë. Por në mënyrë më absolute, Partia Demokratike nuk ka inskenuar pra të tilla përplasje, sepse interesi parësor i Partisë Demokratike, sa herë që ajo organizon tubime për protesta, janë siguria e qytetarëve që thirrën në protestë dhe pastaj mesazhi politik që është thirrur për protesta, pra për të demonstrimi mesazhit politik për cilën është thirrur dhe protesta. Në fakt, një pyetje që unë ua bëj shpesh përfaqësuesve të Partisë Demokratike, por që dua ta bëj edhe ty është, a përfaqësohet në të vërtet populli në këto protesta të Partisë Demokratike? Natyrisht ne kemi disa fronte protestash. Të jemi realist. Kemi një parti politike të vogël të sapo themeluar, që është kryetar zoti Adratik Lapaj, që është i vendosur para kryeministrisë. Kemi dëgjuar edhe natyrisht, ne kemi qenë të hapur për bashkëpunim edhe me Adratik Lapajn, edhe me të cilin do që krijon një front opozitar kundrejt Edi Ramës për të bashkuar tek Partia Demokratike.